Jemi në një situatë që ka një ligj për, si thosh, për teknologjitë, të cilat mund të përdoren në lidhje me blerjen e kriptovalutave, por ende nuk është e qartësuar me ligj si do funksionojë, aspektet e kontrollit, kapacitetet, cilët do të jenë subjektet që do licencohen edhe gjëra të tilla, gjë që i lejon qytetarët shqiptar që të futen në blerjen e kriptovalutave, por në momentin që një qytetar ka bler kriptovalutë, për momentin ai ka drejt vetëm të operojë vetëm me veten e tij. Pra, kriptovalutën ta këmbej me euro, me dollar, me lek, sepse e ka fituar në Forex, sepse kjo është vetëm mënyrë që për momentin që luhet me kripto, dhe pastaj paratë që ka fituar ti çojë te numri i tij llogarisë në bank, dhe pastaj është ai përgjegjës për të paguar 15%-in të atij mbifitimin, të atij mbitarët personale. Dhe kjo gjë nuk ndodh. Ka shumë njerëz që operojnë me këto dhe atë 15%-in nuk e paguajnë. Nga ana tjetër, ka njerëz të tjerë të cilët abuzojnë, kanë hapur një profil të vetin, një platformë të vetën, dhe i thonë qytetarëve të tjerë që më jep sa lek ti, se me këto lek të luaj unë, se e quajnë lojta. Në një kohë që kjo është investim, që ti investosh duhet dish, duhet kesh atë sinjori kompetenca që ti investosh.